And we have just signed a €60 million loan to renovate the student housing complex that will be used as the Olympic Village in the Mediterranean Games. It will also cover sports facilities and schools around the student center. This is an investment that will be beneficial far beyond the 2030 Mediterranean Games. Sot e zhvilluam një takim të frytshëm ku diskutuam për forcimin e marrëdhënieve tona dypalshe, bashkëpunimin ekonomik, çështjen e sigurisë dhe zhvillimet e tjera në rajonin tonë. E shpreha mirënjohjen tonë për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës, përfshirën dhe ndihmën e Francës që është e gatshme ta japë për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Ky është një kontribut që shkon për te mbështetjes praktike. Ajo shprehje angazhimit të dy vendeve tona dhe e besimit të Francës si fuqi qendrore evropiane, por edhe mesdhetare në potencialin dhe në të ardhmen e Kosovës. Kjo ja u jep lojrave mesdhetare 2030 një dimenzion të ri.